mendoj që dhe gjykoj që kemi kuadro të mira, por thjesht duhet të krijuar atyre hapësirë që të dëshmojnë se janë të mirë. Mendoj që elitat politike në një farë forme duhet t'i krijojnë më tepër, sepse në tëra bëhet do të thotë elitat politike i krijojnë këto mundësitë në mënyrë që të rinë të përfshihen në jetën institucionale dhe të japin kontributin e tyre. Në anën tjetër, nëse kultivohet tek të rinj kjo ndjesia e mospërkuljes, sepse intelektuali nuk guxon fare të përkulet. Intelektuali duhet të ketë qëndrim kritik ndaj dukurive negative dhe unë vërtet më vjen për të neveritem kur shose si një akëcil person intelektual i vardiset në një partije politike të sektuar. Intelektuali nuk guxon të i vardiset partive politike. Ai duhet të ketë raporte të mira me të gjithë, këtu edhe elitat intelektuale, këto politike që i kemi edhe me partitë politike, por jo thjesht të bëhet do të thotë mazh dhe të vihet në shërbim të tyre. Ai duhet të vihet në shërbim të popullit, në shërbim të mirës, po jo në shërbim të politizimit.